Gjatë shqyrtimit të buxheteve 2024 dhe 2025 në Komisionin për Ekonominë, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani kërkoi fonde për mjedisje pune, logjistik dhe shtimin e 20 hetuesve të Biros Kombëtare të Hetimit. Qeveria miratoi një zë prej 1.1 milion eurosh në vit, paga dhe pajisje për këta hetues, duke premtuar nisjen e rekrutimit që në janar 2024. Asnjë nga këto angazhime nuk u realizua. Burime në Ministrinë e Financave konfirmojnë për pamfletin se fondi është shkurtuar de facto dhe devijuar për blerje e automjetësh zyrtare dhe punësime shtesë në administratë. Altin Dumani në raportimin vjetor para Këshillit të Lartë të Prokurorisë denoncoi vonesat si përpjekje të hapur për të ngadalësuar hetimet e nivelit të lartë. Propaganda dhe realiteti. Edi Rama shfaqet publikisht si arkitekti i SPAK-ut, por në terrenin skenon pengesa formale, ngritja e Komisionit Parlamentar Xhafaj për monitorimin e reformës, marrëveshja Rama-Berisha për mosgjatjen e mandateve të prokurorëve special, paksimi me 2 milion euro i buxhetit të SPAK-ut për vitin 2025. Efekti konkret, 20 hetues më pak do të thotë më pak kapacitet për dosje abuzime me pushtetin. Vetë Rama figuron si subjekt hetimi në disa prej këtyre dosjeve ashtu si Berisha. Paralizimi i Biros Kombëtare të Hetimit i shërben planit politik për shkrirjen e strukturës speciale pas rikthimit në pushtet. Sinjalet e fundit Komisionit Xhafaj dhe devijimi i fondeve e forcojnë dyshimin se SPAK po rrezikon të mbetet pa mjetet ligjore dhe njerëzore që i duhen për të çuar përpara hetimet kundër zyrtarëve të lartë.